Selam aleikum të dashur miq, ky është emisioni Këndi i diskutimit. Sot do të flasim për plogështinë në adhurime, se si ta mbajmë gjallërinë e zemrës ato momente kur besimtari ndjen një dobësi në adhurime, në ndjenjën ndaj adhurimeve kështu me radhë. E këtë temë do ta trajtojmë me Hoxhën Sedat Islami. Mirë se vjen Hoxh. Mirë se gjej, faleminderit për ftesën. Hoxh, kur flasim për plogështinë në adhurime, çfarë kuptojmë me këtë gjendje? Plogështia zakonisht nënkupton mungesën e vullnetit, mungesën e energjisë, mungesën e motivimit, por në aspektin fetar, për shkak se lidhet me adhurimin, nënkupton një lloj shkputje, një lloj pasiviteti, një lloj ngadalësimi pas një periudhe në cilën besimtari ka qenë më aktiv, më energjik, më i dalluar në fushën e adhurimit. Pra, nënkupton që për një periudhë caktuar ka qenë i angazhuar, ka qenë i dalluar madje, e pastaj sikur ka bërë një lloj shkputje prej asaj që konsiderohet ndoshta si një nivel ose një shkallë, një grad sepse vjen për kushtimin më e lartë në adhurime. Po gjithsesi mirë, po ajo që ne duhet ta kemi parasysh i nderuar vëlla Bujar, është se kjo plogështia edhe nga perspektiva fetare është një lloj fenomeni që prek edhe besimtarët. Pra nuk është askush i mund që të mendoj se nuk rrezikohet prej kësaj ndjenje që në një farë forme nuk e gjen me atë motivin të vazhdosh siç ke qenë edhe më herët. Pra, secilit mund të ndodhë në periudha të caktuara. Secilit, madje edhe besimtarëve më të mirë, nga se ka disa faktorë, besoj që ne do të kemi rastin të diskutojmë mirë, po ajo që doja vetë të përmend si fillim është se Muhamedi alayhis salam ka thënë një shembull jashtëzakonisht bukur, e ka përshkruar këtë efekt në mënyrë figurative. Ka thënë nuk ka zemër prej zemrave të njerëzve që nuk i ekspozohet një gjëje të tillë. Dhe zemra në këtë aspektin kur ndonjëherë errësohet, kur i pamundsohet që të ketë ndikimin tek besimtari, i ngjan hënës, e cila ka qenë e dukshme dhe për një moment ka ardhur një rreth dhe i e ka zbet pakten atë shkëlqimin. Pra, është diçka që i ndodh njerëzve dhe besimtarëve. Muhamedi alayhis salam madje ka treguar se besimi vjetrohet në zemër, ashtu siç vjetrohet edhe rroba. Prandaj ka thënë që ju si besimtar duhet ta lutni Allahun që t'ua ripërtri besimin tuaj. Pra, ne duhet ta kemi të qartë se kjo plogështi ose si them një lloj pasiviteti ose dembelie që e ndjejmë pas atyre stineve dhe sezonave të adhurimit, është diçka që na ndodh edhe neve si besimtarë, dhe ju ndodh atyre që janë edhe besimtarët më dalluar. Mirë po, feja na ka ofruar mënyra, na ka ofruar këshilla, udhëzime, rekomandime, se si kjo gjendje të mos vazhdoj tek ne. Ajo që do doja veç edhe t'ju kujtoj të shikuesët tanë se ndonjëherë çështja e vazhdimit me të njëjtin ritëm, me të njëjtin tempo që e kemi pas ta zëm në Ramazan, është e pamundur edhe për faktin se adhurimet nga vetë natyra atyre nuk janë në atë kuptimin e kryerjes së tyre. Nuk janë tërheqëse sikur që janë për shembull epshat. Ne ta zëm ndonjëherë mund të kalojmë orë të tëra pranë televizionit, duke shikuar një ndeshje futbolli, duke shikuar një emision, një dokumentar, ndërsa nuk mund ta bëjmë këtë në namaz. Edhe pse namazi është shumë më rëndësi se sa një ndeshje ose çfarë do tjetër që tjetë. Prandaj ka në hadithin e Muhamedit alayhis salam që xhehenami, e keqja, është e rrethuar me gjëra tërheqëse, jorse, ndërsa xheneti është i rrethuar me gjëra që nuk janë jorse, dhe kjo ndikon që në farë forme niveli i motivit, niveli i asaj energjisë që e kemi të bie. Dhe Hoxh, disa njerëz thonë që kur flasin për jetimin e adhurimeve, thonë që në fillim përjetojnë më shumë
aspektin e përkushtimit, aspektin e praktikës fetare, më pas kjo zbehet. Pse ndodh kjo? Po, ndodh ndoshta për shumë shkaqe, mirë po ajo që vihet re zakonisht tek një pjesë e vëllezërve dhe motrave tona, është se nuk e kanë kuptuar drejt çështjen e adhurimit. Ndoshta disa gjëra janë tek disa më shumë traditë se sa që janë fe. Për shembull, ne e vrejmë që ka një interesim gjatë Ramazanit më të madh për falë namazit të teravive se sa të namazit farz. Pra të namazeve farze, nga se ka të bëj me traditën, ka të bëj me atmosferën dhe për këtë arsye ne gjejmë që ndonjëherë fatkeqësisht edhe e humbasin atë motivin ose nuk arrin që ta ruajnë këtë ritmin dhe vazhdimsinë adhurime. Sigurisht se ajo që duhet ta kemi të gjithë në radhë të parë parasysh është se me gjitha të mirat që mund t'i ketë një namaz fakultativ, nafile, namaz vullnetar, nuk mund të krahasohet me një farz. Dhe nga kjo, ajo që duhet të nxjerrë si konkluz, si përfundim, ana emocionale ose ky motivimi ose nuk guxon që ta dominoj anën parimore. Prandaj që kërkohet një besimtar është që ta ketë dijen fetare, ta ketë njohurinë fetare, në mënyrë që ato gjërat cilat janë parsore, ato gjërat që duhet kryen në radhë të parë. Madje vetë vllai dashur bujar në një hadith kutsi, Allahu te bareke ve teala kur përshkruan mënyrën se si ne afrohemi tek ai, ka përmendur që nuk ka gjë më të dashur për Allahun se sa ajo që e ka bërë farz. Namazi, agjerimi, farzi është i pari. Pastaj ka thënë robi vazhdon të afrohet tek unë me adhurime fakultative derisa ta fiton kënaqësinë time, dashurinë time. Pra ne duhet ta kuptojmë, farzi, obligimi është parim. Dhe parimi duhet që t'jetë gjithmonë... A i bjen kjo që plagështia këtu nuk duhet na ka pasësi, të çështja e farzeve. Sigurisht se kjo është niveli minimal, diçka që besimtari nuk guxon që nuk paramendohet në fakt të jetë në këtë nivel. Por ajo që ne synojmë është që ana perimore, kur t'jetë e fuqishme, pastaj ajo ka ndikimin edhe rolin që të vazhdohet edhe me këto adhurimet fakultative, cilat pastaj janë, si them, zbukurim, janë dekorimi i aspektit fetar. Pra diçka që ne arrim të vazhdojmë me të, për faktin se jemi të fuqishëm në kryerjen e atyre që janë obligime dhe... Pra feja nuk është tradit, por është parim tek ne. Dhe si t'ja bëjmë që çështjet fetare, adhurimet të mos bëhen rutinë tek ne, por të bëhen përjetim? Sigurisht se ajo që ka rëndësi primare këtu është adhurimet në fe nuk janë praktika formale. Pra nëpërmjet tyre ne nuk është se kryejmë një detyrë, një obligim dhe pastaj ajo nuk ka një ndikim në jetën tonë. Përkundrazi, adhurimet edhe në kuptimin e përjetimit që po e përdorni këtë shprehje, edhe në kuptimin e edukimit, gdhendjes, kanë rol jashtëzakonisht të madh. Për shembull, po e marrim namazin, pejgamberi alayhis salatu wassalam na ka treguar se namazi e ka atë, si them, efektin e afrimit me Zotin. Diçka që nuk mund të ndodh jashtë. Ka thënë më së afërmi Zotit aqrab ma yakunu al-abdu min rabbi wa huwa sajid. Më së afërmi Zotit robi është kur është në sejdë. Pra përmes namazit. Përmes namazit arrihet që ti ta përjetosh këtë afërsinë me Allahun te bareke. Këtu njerëzit dëgjojmë të kenë ankesë sepse u mungon përqendrimi në namaz. Pse ndodh kjo mungesë përqendrimi? Do doja vetëm nëse më lejoni vëlla Bujar që ta plotësoj atë që nga se mendoj që ka rëndësi. Namazi ka dhe këtë efekt edukativ, siç është përmendur në Kur'anin famadh, që Allahu ka thënë
namazin ndalon inë salate të nëhanir fasha wal munker, ndalon prej atyre punëve të pista dhe që nuk shkojnë shtati me personalitetin e besimtarit. Prandaj kur ne e falim namazin, kur ne agjerojmë Ramazanin, ajo që kërkohet në radhë parë prej nesh, dhe ajo që na fuqizon dhe ajo që na mban të fuqishëm në këtë rrugë, ka të bëjë me kuptimin e thelbit të tyre. Çfarë nuk kupton për një besimtar namazi? Çfarë nuk kupton për një besimtar agjerimi? Ne për shembull në agjerim e braktisim në mënyrë të vullnetshme ushqimin dhe pijen. Pra nuk është se na imponon dikush. Prandaj kur ne falim namazin dhe kur ne e agjerojmë Ramazanin, si besimtar, ne kemi disa synime shumë sublime, kemi disa qëllime të jetë të larta, për shembull, nëpërmjet namazit, ne arrim që ta deshifrojmë qëllimin pse kemi ardhur në këtë botë. Dhe sa më i qartë të jetë qëllimi, ashtu, sa më i qartë qëllimi, aq më i fuqishëm do të jesh në realizimin e tij. Pra, kur ne kuptojmë se nëpërmjet namazit, ne në fakt e gjejmë qëllimin pse jemi krijuar në këtë botë. Prandaj namazi nuk është barr. Namazi është nëtësi. Kur ne për shembull këtë elementin që përmendet të përjetimit, kur ne kuptojmë që ne në namaz i jemi në lidhje me Zotin, më namazi nuk është barr, namazi është ilaç. Për shembull, pejgamberi alayhis salatu wassalam sa herë ka pas ndonjë breng, ndonjë hall, është strehuar në namaz. Pra, namazi është momenti ku ne ja parashtrojmë hallet, dertet, brengat, Allahu te bareke ve teala. Prandaj lipset për neve përjetimi, mirë po duke i kuptuar drejt adhurimit. Për shembull, agjerimi. Agjerimi, synimin kryesor, e ka që ta ndërgjegjësoj besimtarin deri në atë nivel që pastaj prania ose jo të tjerëve, sa i përket veprimeve të tij, të mos ketë asnjë ndikim. Pra, ai nuk bën mirë pse shohin të tjerët, dhe nuk bën keq pse nuk e shohin të tjerët. Ai bën mirë dhe ruhet nga keqja për faktin se esha Allahu te bareke ve teala. Prandaj kur agjeron me këto bindje, kur e fal namazin me këtë bindje se e ka gjetur veten e tij, është e pamundur që të mos e përjetoj namazin. Por vëlla Bujar, do doja që përmend diçka që e përmendëm qysh në fillim. Është shumë e vërtetë se edhe neve si besimtarë, edhe neve që ndoshta mundohemi t'i kryejmë detyrimet me kohë, edhe neve na ndodh që të përjetojmë ndonjëherë këto ngritjet dhe rënjet. Kjo ju ka ndodhur edhe sahabeve, ju ka ndodhur njerëzve që kanë qenë më të mirët. Është i njohur edhe për vëllezër dhe për motrat hadithi i Handhales radhiyallahu anhu, i cili ka dalë një ditë në rrugë dhe ka qenë i brengosur, në fytyrë janë vërejt shenjat e mërzisë, është takuar me Abu Bekrin radhiyallahu anhu dhe ka thënë se çfarë ke, çfarë halli, thotë jam bërë hipokrit. Jam bërë hipokrit. Pse? Thotë për faktin se kur unë jam me pejgamberin alayhis salatu wassalam, përjetimi është në nivelet më të larta. Pastaj kur kthehem në shtëpi, duhet merrem me punët e shtëpisë, me hallat e shtëpisë. Sikur jam një tjetër njeri. Sikur ndryshoj, sikur jam dikush tjetër, sikur nuk e kam atë besim që e kam tek pejgamberi alayhis salatu wassalam. Ebu Bekri radhiyallahu anhu ka thënë që edhe unë kam këtë problem. Kanë shkuar dhe i janë ankuar pejgamberit alayhis salatu wassalam dhe ai u ka thënë që sikur të kishit qenë çdo herë në gjendjen që jeni tek unë, meleket do t'ju përshëndesin dorë për dorë. Ajo që ka rëndësi, vëlla Bujar, është se ngritja dhe rënja, edhe në çështjet e shtëpisë. Është e natyrshme dhe është e legjitimuar. Nga se gjithë vëllezërit dhe motrat e dinë që pjesë e besimit tonë është shtimi dhe paksimi i besimit, ngritja dhe ulja e besimit. Prandaj këto gjëra janë që na ndodhin. Plogështia në këtë rast, Hoxh, është nën këtë? Plogështia është simptome e parë, vëlla Bujar. Plogështia nuk është problemi. Plogështia është paralajmërimi i problemit. Shkputja është problemi, pasojë nëse mund ta quaj kësaj. Cilat janë shkaqet që çojnë në plogështi? Shkaku i parë është kur ne largohemi nga ambienti i cili ka qenë frymëzues, ka qenë inspirues. Ramazani për shembull është shumë e vërtetë që e ka një natyrë krejtësisht tjetër.
qysh nga nata e parë, fillimi të ravive, pastaj ato vizitat, pastaj, do të thotë, çdo gjë që është në Ramazan i shërben ngritjes së motivit dhe energjisë. Ndërsa pas Ramazanit më nuk kemi namaz të teravive, nuk kemi namaz fakultativ që e falim bashkarisht në xhami, dhe kjo sigurisht që ndikon. Pejgamberi alayhis salatu wassalam ka bërë një deshifrim interesant, vëlla Bujar. Neve kemi fatin që Allah te bareke ve teala na ka udhëzuar në këtë fe, që na ka dhënë absolutisht çdo gjë që na duhet. Ka thënë një hadith kësaj: çdo gjë e ka atë që e ka thujt pejgamberi alayhis salatu wassalam shirre. Çdo gjë e ka ambicien, e ka vullnetin, e ka... Mirë, po çdo vullnet e ka edhe këtë periudhën, ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, kur përjetohet dobësimi. Pra, Ramazani pasi të kalon, nuk kemi mundësi që ne ta ruajmë atë energji. Nuk mund të vazhdojmë me atë tempo, me atë nivel. Mirë, po pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë, nëse besimtari saddad wa qarab, nëse besimtari përpiqet që të mos bëj shkputje, nëse mundohet që të kryej adhurimet që tregojnë për vazhdimsinë e tij, ka thënë farxhuhu, shpresoni se ky besimtar është në rrugën e drejtë. Pra, është e vërtetë ajo që e përmendëm edhe aluduam edhe më parë se edhe besimtarëve ndodh një plagështi. Por besimtarët dallojnë prej tjerëve për shkak se plagështinë e kanë si një simptom që i sulmon, dhe të cilën e marrin me seriozitet, e luftojnë me kohë, prandaj nuk lejojnë që të jenë viktima të tyre. Prej shkaqeve, pra, ato që i përmendëm, është se në radhë të parë mungon ambienti. Në radhë të dytë, vëlla Bujar, është kur duke u referuar rastit të Handales radhiyallahu anhu, kur ne fillojmë që të merremi me dynjan. Ndonjëherë përditshmëria, kthimi në punë, ndoshta na detyron që të jemi edhe larg xhamisë, edhe larg mexhdiseve të dijes, edhe larg tubimeve, dhe sigurisht se me kalimin e kohës kjo e ka edhe efektin negativ. Ka dhe një shkak të cilin e ka përmendur Aliu radhiyallahu anhu, dhe unë mendoj që është shumë me rëndësi. Aliu radhiyallahu anhu ka thënë se gjëja që më së shumti kam frikë për një besimtar është pasimi i epshit dhe shpresa e madhe, shpresa e rreme. Ka thënë se e para për faktin se pasimi i epshit të bën që të largohesh nga e vërteta. Pasimi i epshit, pra të bën që, për shembull, namazi është e vërteta, duhet që ta lësh një lojë në gjysmë, ta lësh një kënaqësi, një dëfrim në gjysmë, ti përgjigjesh thirrjes së Zotit, prandaj është paksa epshi ndikon tek njeriu që dhe kur e themi fjalën epsh, besoj që shikuesit kanë parasysh se bëhet fjalë për pasionin, bëhet fjalë për atë elementin i cili është përballë ndjenjes së fetarisë që e rivalizon. Epshi është rivaliteti i fetarisë. Ndërsa se përket shpresës madhe, Aliu radhiyallahu anhu ka thënë shumë, por pa ajo e bën që të harroj ahiretin. Pa bazë. Pra duke do të kem rastin që të arrijë një Ramazan, ndoshta kur të plakëm do të shkojnë haxh, ndoshta. Pra janë disa gjëra që si iluzione, epshi ja kujton, ndërsa në vërtet ato edhe mund të mos ndodhin. Prandaj si besimtar ne duhet që të kemi kujdes prej këtyre gjërave. Pastaj ka një shkak që e ka përmendur Hasan Basriu, Allahu mëshiroft, dhe kjo ka të bëjë me keqkuptimin e konceptit për adhurimin. Adhurimi nuk është sezonal. Ne përmendëm që si motiv është se ne jemi krijuar për të adhuruar Allahun xhallahu ala. Prandaj adhurimi nuk shmanget as edhe një çast vetëm nga jeta jonë. Allahu ka thënë wa'bud rabbek hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adhuroj Zotin deri në vdekje. Hasan Basriu, duke marrë për argument këtë ajet, ka thënë që limiti, kufiri punës son është vdekja. Pra adhurimi nuk mbaron me Ramazanin, nuk mbaron me haxhin. Ekzistojnë periudhat veçanta, por jo edhe periudhat veçanta që
edhe fetarisht ne mund ta kemi një nivel më të lartë shpirtëror, po nuk ka asnjë periudhë vetme në cilën besimtarit i lejohet këtë shkputje. Po. Dhe hoxh, në anën tjetër, a mund ta dallojmë çka është plogështi dhe çka është neglizhencë realisht në adhurime? Po, plogështia, siç përmendëm, vëlla Bujar, është mungesa e vullnetit, është mungesa e energjisë, është mungesa e motivet. Plogështia është fillimi ose shenjat e para të sëmundjes, që i ndodh gjithë secilit prej nesh. Përderisa neglizhenca është, si them, diçka që nuk përkon me besimtarin. Neglizhenca është ai pasiviteti, ndoshta edhe i qëllimshëm, është ajo kryerja ndoshta e adhurimeve, por jo me vullnet. Prandaj për neglizhencë ne në Kur'an gjejmë që qortohen jo besimtarët dhe hipokritët. Për shembull, për namazin, ka thënë Allah, wa idha qamu ila salati qamu kusala. Kur të çohen për të falë namaz hipokritët, çohen duke qenë dembel. Janë neglizhent në Kur'an, në kapitullin Maun, alladhina hum an salatihim sahun, ata që janë të shkujdesur ndaj namazit, pra që e neglizhojnë, e lënë qëllimshëm. Neglizhenca është, si them, ajo pasoja mos interesimi për ibadetin. Është kur plogështia ka arritur pikën kulminante, diçka që nuk ndodh tek besimtari. Ne përmendëm që besimtari mund të mos jetë në të njëjtin nivel çdo herë, por as edhe një herë të vetme nuk ka shkputje. Dhe vëlla Bujar, unë për vete konsideroj që për Zotin kjo është një mirësi e madhe e Islamit. E para në kuptimin që nuk ka kërkuar prej nesh që të jemi robot, sepse është e pamundur që të vazhdosh me një gjendje të tillë. Pra nuk ka mundësi asnjë njeri që gjithmonë të jetë në të njëjtin nivel. Pastaj ka miratuar ligje dhe ka ofruar shanse që ne të vazhdojmë pa shkputje. Për shembull, Muhamedi alayhi salatu wasallam ka thënë vepra më e dashur për Allahun është ajo që është e vazhdueshme edhe nëse është pak. Pra nuk kërkohet prej nesh që çdo natë ta zëm të falim nga 20 rekate namaz natën. Nëse për shembull e bën një praktikë të pashkputshme, duke falë çdo natë nga 2 rekate, është në rregull. Dhe e dyta na ka ofruar shanse, për shembull. Tani pas Ramazanit, ne jemi në muajin Shawwal, në muajin e agjerimit të 6 ditëve që konsiderohen kanë vlerë plotësuese të agjerimit të Ramazanit, kuptimin se nëpërmjet Ramazanit 30 ditë, një ditë shpërblehet 10 fish, ne kemi agjeruar 300 ditë. 6 ditë duke i shpërblyer nga 10 secilën, 360, pra përfshihet i tër viti. Pra ne ka thënë Muhamedi sa kush agjeron Ramazanin e pason me 6 ditë Shevalit, është sikur ta ketë agjeruar tër vitin. Pas Shevalit, më njëherë fillojnë 2 muaj të shenjtë, Dhulqa'da dhe Dhulhijja. Në muajin Dhulhijja janë 10 ditët që janë ditët më të mira madje edhe se sa ditët e Ramazanit, jo netët. Ditët në cilat është edhe kryerja e haxhit. Pra mundësi pas mundësie, mirësi pas rikthyer dhe për të qëndruar për të vazhduar me adhurimin deri në vdekje. Pra problemi i neglizhencës është një largim gradual nga ibadetet, ndërsa plogështia manifestohet me shqetësim. Pra rrini shqetësuar besimtari kur ka plogështi. Vëlla Bujar, plogështia është problem që në ndodh të gjithë neve. Plogështia ka shkaqe, ka probleme, ka gjëra që ndikojnë nëse mund të them në aktivizimin e saj. Mirë, po ne si besimtar i marrim masat që plogështia të mos zër vend tek ne. Përderisa neglizhenca, ajo pastaj bëhet tradit, bëhet shprehi, bëhet diçka që ka të bëjë edhe me bindjet, ata që janë hipokrit. Ata janë neglizhent për shkak se nuk konsiderojnë që namazi meriton respekt. Ata që janë jo besimtar nuk kanë konsiderat për namazin. Pra neglizhenca sikur pastaj është, se them, një karakter për cilin
dallojnë të tjerët jo besimtarët. Në anën tjetër, Hoxh, jeta moderne, gjithçka në procese të shpejta gjatë jetës, a mund të ndikojnë në një lodhje të besimtarit të sa i përket ibadeteve? Natyrisht se po. Në fakt, kjo nëse mund të quaj dinamika ngulfatëse e jetës moderne, është duke ndikuar jo vetëm në aspektin fetar dhe shpirtëror, por në çdo aspekt tjetër, në aspektin familjar, në aspektin e shëndetit fizik, sigurisht se ndikon mirë, po ajo që neve na duhet të bëjmë gjithë është që të fillojmë të trajtojmë me një seriozitet të madh. Për shkak se ndonjëherë më duket vëllai sikur ne jemi dorëzuar para këtij fenomeni dhe jemi duke u përshtatur me të, dhe pastaj pasojat do të jenë të jetë të rrezikshme. Ne si besimtar duhet t'i kujtojmë vetes son çdo herë. Adhurimi, feja është plani i parë. Krejt tjerat janë plani i dytë. Asgjë nuk ka, askush. Dhe asgjë nuk mund ta zërë adhurimin dhe fenë. Prandaj Zoti është i pari për ne, prandaj feja është e para për ne, dhe unë konsideroj se nëse ne arrim atë që na ka mësuar Muhamedi alayhis salam, të kuptuarit e prioriteteve, nëse ne arrim që të vendosim gjërat në vendin e tyre, Zoti e meriton të drejtën e vet, familja meriton të drejtën e vet, ne personalisht i meritojmë të drejtat për fizikun ton, secilit ka thënë Muhamedi alayhis salam, ja jep të drejtën që i takon. Nëse ne arrim kësaj, konsideroj që e sfidojmë këtë dinamik, edhe pse duhet të pranojmë se është goxha e vështirë. Zemra është katalizatori në këtë rast, Hoxh. Po. Që ndikon në rikthimin e besimtarit, të rikthimin e freskisë, apo jo? Gjithsesi, zemra nga perspektiva fetare ka rëndësinë të jetë madhe për shkak se ne e dim që zemra është burimi i besimit. Zemra është burimi prej nga besimi shtrihet pastaj edhe në trupin, në gjymtyrët tona. Zemra është si them ai organi i cili e shijon besimin. Pejgamberi alayhis salam na ka treguar se ka disa gjëra që nëse ne i bëjmë, ne do të arrijmë që ta shijojmë ëmbëlsinë e besimit, dhe kjo ndodh kur ne tani po e plotësoj atë që thash më përpara, kur ne e vendosim Allahun dhe dërguarin e tij para çdo kujt tjetër. En yakun Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhim ma siwahuma, që Allahun dhe dërguarin e tij me i dashur absolutisht më shumë se sa të gjithë të tjerët. Prandaj kur ne merremi me zemrën, kur ne e ruajmë zemrën, kur ne e pastrojmë zemrën, ne arrim që ta ruajmë edhe forcën dhe energjinë e saj. Do doja vëlla Bujar, nëse më lejoni, duke u referuar teksteve fetare, ka interesant një përshkrim se si mëkatet e kanë një fuqi demotivuese. Veprat e mira nxisin për të bërë edhe vepra të mira tjera, po? Dhe mëkatet arrin që edhe t'i shtojnë mëkatet, por në anën tjetër edhe ta humbin motivin për veprat e mira. Ka thënë Muhamedi alayhis salam, kur besimtar njeriu e bën një mëkat, në zemrën e tij vendoset një pikë e zezë. Sa herë që bën një mëkat, vendoset një pikë e zezë. Tani gjithë secili prej nesh, nëse ndalemi dhe i analizojmë mëkatet që i kemi bërë, edhe e krahasojmë këtë fuqinë e tyre demotivuese dhe këtë efektin që kanë në nxirjen e zemrës, cilët i gjendja jonë. Pra, mëkatet janë ai mbështjellësi i cili e ngulfat zemrën, ja pamundson komunikimin me Zotin, ja pamundson që besimin që e ka brenda ose ja pamundson që të depërtoj besimi brenda saj ashtu siç duhet. Prandaj ne gjejmë që mëkatet, siç kanë përmendur dietarët, janë ai elementi i cili e helmon zemrën, i cili madje e sjell zemrën deri në pikën kur ajo dhe mund të vdes fare. Një zemër vdes momenti kur një e keqe ka shi saj
bëhet normale dhe në momentin kur një adhurim që është shumë i rëndësishëm, më nuk ka rëndësi, për shembull, ne ndonjëherë nuk mund ta marrim me mend se dikush është aq i ashpër ka shi një detyrim fetar. Për neve është diçka absurde, është diçka që nuk mirë po Allah na ruajt kur zemra errësohet. Prandaj Allahu ka thënë nuk janë sytë ata që verbohen, por verbohen zemrat që janë në gjokse. Mirë, tani do të shkputemi dashur miq për pak çaste, më pas rikthehemi për të vazhduar tutje. Dashur miq, po shoqëroni me emisionin Këndi i Diskutimit me Hoxhën Sedat Islami, po flasim për plogështinë që ka plon njeriu kohë pas kohe, ndërsa tani Hoxh do të ndalemi te zgjidhja. Pra, cili është ai hapi i parë që ne mund ta kuptojmë se na ka kapluar plogështia dhe që duhet intervenuar? Sigurisht se ajo që neve na duhet si besimtarësh që në radhë të parë të identifikojmë shkaqet, nga se Allahu jar plogështia mund t'i godet të gjithë. Mirë po dallojnë shkaqet për individit në individ. Pra, dikush mund të ketë një shkak që tek tjetri nuk figuron, ndërsa tjetri mund të ketë diçka tjetër që e ka demotivuar në këtë rrugën e adhurimit. Pra, e para që neve na duhet është ne gjithë secili prej nesh të ndalim dhe të shikojmë se ku kemi qaluar. Cili është problemi, pse nuk po arrim që të vazhdojmë me atë frymën e Ramazanit, me atë energjinë e Ramazanit, me atë fuqinë që e kemi pas gjatë ditëve dhe netëve të Ramazanit. Mirë, po ka disa gjëra që ndoshta mund t'i përshkruajmë si ilaçe të përgjithshme ose mënyra që vlen tek secili prej nesh dhe që na ndihmojnë edhe nëse kemi ndoshta jemi më pak të prekur, na ndihmojnë që të arrisim pastaj atë vigjilencën, atë motivin, atë energjinë. Në radhë të parë, dietarët kanë përmendur rritjen e vigjilencës shpirtërore, ose ajo që ne e quajmë gjuhën fetare el-muraqabe. Pra, ajo ndjenje se unë jam në vëzhgimin e Allahut te bareke ve teala, Vetdia, pra. Vetdia që është një nivel i lartë i vetdijes, një nivel i avancuar i saj. Nëse ne për shembull e kemi këtë bindje se secila vepër e jon përcillet, secila lëvizje jon, madje edhe mendimet që melekët nuk i dinë, i di Allahu te bareke ve teala. Prandaj kur ne e rrisim këtë njohurim fetare, kur ne e njohim më mirë Zotin ton, ne pastaj kjo reflekton edhe në fushën e adhurimit. E dyta, kur ne Allahu jar vazhdojmë me Kur'anin, vazhdojmë me leximin e Kur'anit, sa dy përmenda në hutben një tekst që besoj për besimtarët i vlen ta përmendim këtu. Muhamedi alayhis salam ka thënë që Kur'ani është litar, një pjesë e cilit është tek Allahu dhe pjesa tjetër është tek ne. Pra, kur ne lexojmë Kur'anin, kur ne zbatojmë Kur'anin, kur ne jetojmë me Kur'anin, ne kemi një litar i cili na bën të lidhur me Allahun te bareke ve teala. Kur ne lexojmë Kur'anin me meditim, pra kur jo thjesht ta marrim Kur'anin si lexim të një novele ose romani. Jo, ne lexojmë Kur'anin me përkushtimin më të madh. Dhe ata që kanë lexuar kësaj kanë dëshmuar për efektet pozitive që, për shembull, është transmetuar se njëri nga të parët, i quajtur me emrin Ali bin Fudail, e ka lexuar ajetin 27 nga kapitulli An'am gjatë të natës. Ajeti është kësaj: "Walau tara idh wuqifu 'ala an-nari faqalu ya laytana nurad." Sikur ti shehje kur ata janë dalë tek porta e xhehenamit, tek xhehenami, dhe thon: "O Zot, sikur ta kishim pas mundësinë të kthehemi prapë." Pra, sikur ta kishim pas mundësinë që
namazet që i kanë lëshuar qëllimshëm, Ramazanët që nuk i kanë agjëruar duke i nënvlerësuar, haxhin që nuk e kanë kryer, zakatin që nuk e kanë dhënë, sikur ta kishin pas mundsinë që të kthehemi sërish në dynja dhe të bëjmë vepra të mira që t'i shpëtojmë zjarrit të xhehenemit. Pra nëse ne ndalemi dhe lexojmë Kur'anin duke ju drejtuar vetes sonë në radhë të parë. Nga se Allah ka quajtur Kur'anin shërues. Wa nunazzilu min al-Qur'an ma huwa shifa. Në Kur'an ne kemi shpallat që është shërues për shpirtrat, është ilaç për shpirtrat. Nëse ne lexojmë Kur'anin me meditim, atëherë Kur'ani gjithsesi se do t'jap efekte. Pra, më herët e përmendet namazin, tani Kur'anin, që nën kupton se edhe ndryshimi i formave të adhurimit ndikon te ripërtrirja e zemrës. Gjithsesi, ndoshta nuk do të thosha ndryshimi i formave të adhurimit, nga se ne ato adhurimet që i bëjmë janë të njëjtat, mirë po ndryshojmë adhurime të ndryshme, po. Adhurime të ndryshme, ose ndryshojmë në kuptimin e sasisë në kryen e tyre. Për shembull, kemi fal namaz natë, gjatë Ramazanit më shumë, tani e bëjmë ndoshta më pak, mirë po nuk kemi shkputje. Ajo që vëlla Bujar, para se ta them këtë, do doja të përmend diçka që besoj se ja vlen shumë dhe që mendoj se është përtej anës emocionale, është parim. Nëse ne duam që ta luftojmë plagështinë, ka një ilaç i cili është praktik dhe i cili është i pazëvendësueshëm. Nëse ne duam që ta luftojmë plagështinë, ka një ilaç i cili është praktik dhe i cili është i pazëvendësueshëm. Dhe ky ilaç është luftimi i nefsit. Allahu ka thënë në Kur'an: "Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Ata që kanë bërë përpjekje në rrugën tonë, ata që janë munduar, janë përpjekur, ne do t'i udhëzojmë në rrugën e drejtë. Pra, nëse ne duam që ta luftojmë plagështinë, duhet ta kemi të qartë se edhe ne do të vuajmë nga mungesa e vullnetit. Edhe ne do të vuajmë nga mungesa e energjisë. Mirë, pa nuk kupton kjo që sa herë që ne nuk kemi vullnet, ta lëm namazin? Jo, nga se neve na duhet që vëlla Bujar të vazhdojmë me namazet, të vazhdojmë me agjërimin, të vazhdojmë me veprat e mira, për shkak se siç është përshkruar nefsi tek dietarët musliman, nevoja për ta nështruar nefsin është e madhe dhe është luftë e përhershme. Pra nefsi dhe ne jemi në një betejë që e mira dhe e keqja, për ta pas qartë si terme filozofike, janë betejë të përhershme. Dhe ai që dominon, ai e ka edhe pushtetin. Nëse ne arrim ta dominojmë nefsin, pastaj më namazet, agjërimi nuk do të jenë problem. Pra ideja është nefsi të mbahet në kontroll. Të mbahet në kontroll, dhe këtë duke vazhduar ne kjo forma e adhurimit që ne e bëjmë vëlla Bujar, edhe kur nuk e kemi vullnetin, edhe kur nuk e kemi motivin, i ngjan sikur asaj shijes së hidhur të ilaçit, e cila nuk merret me qef, apo? Mirë po, efekti saj është shërues, apo? Dhe kur ne vazhdojmë me namazë, vazhdojmë me agjërim, edhe nëse na vjen rënd, atëherë me lejen e Allahut te bareke ve teala, kjo do të ketë efekt që neve do të na shërojnë. Dhe në aspektin e njerëzve, shoqëria ndikojnë Patjetër, unë mendoj se të rikthejmë forcën, të rikthejmë freskinë e besimit. Vëlla Bujar, nëse ne kemi vrejt namazit taravive, është namaz që falet në shoqëri, që falet në xhamat, që falet me kolektiv. Ata që neve në nxisim për të shkuar në namaz të taravive, zakonisht janë edhe shoqëria, takohemi, do t'i falim taravit sonte në këtë xhami, te ky imam, te ky hoxh. Pra, është shoqëria ajo që neve na shtyn përpara. Mirë po, ne, siç e dim nga aspekti fetar, siç na ka mësuar Muhamedi alayhi salatu wassalam, njeriu e ka fenë shokut të vet. Pra, sjellja një shoku, sjellja një miku, sjellja e dikujt, ka gjurmë edhe tek morali dhe feja jonë. Prandaj, ata që duan që të mos kenë shkputje, duhet kenë kujdes me shoqërinë. Nga se një shok i cili të fton në mëkat, një shok i cili ta përshkruan namaz diçka të parëndësishme, si diçka që ti mund ta bësh edhe më vonë, nuk është shok me të cilin ti duhet ta kalosh kohën.
Dhe në anën tjetër, Hoxh, koha është pasuria më e madhe që ka njeriu, mirë po bëhet neglizhent apo ikën koha pa e kontrolluar mirë. Organizimi i kohës, organizimi jon i ditës, i jetës, sa në ndihmon që të mos kaplohemi nga plagështia? Në ndihmon shumë, në ndihmon edhe për faktin se vëlla Bujar ju veç përmendet, në fakt kjo është edhe se them është një trajtesë profetike sa i përket kësaj shkujdesjes karshi kohës si mirësi. Muhamedi alayhi salatu wasallam ka thënë që janë dy mirësi, ni'metani maghbunun fihima kathirun min nas, janë dy mirësi që shumica njerëzve janë të pavëmendshëm karshi tyre. Është shëndeti dhe koha pikërisht. Prandaj kur ne kohën e marrim si diçka që nuk ka ndonjë rëndësi në jetën tonë, ndodh ky kaosi, kjo gjendje kaotike kur pastaj asgjë nuk është në vendin e vet. Ne me kohë fatbarësisht i kemi të lidhur edhe adhurimet. Zoti ka thënë në Kur'an që namazi është inna salate kanat alal mu'minina kitaban mawquta, namazi është obligim në kohën e vet. Konsideroj se ka nevojë që në këtë rast që koha të jep frytet e saj dhe të ketë organizimi kohës, të ketë ndikim në fuqizimin ton, ka nevojë që ne krahas anës parimore këtu ta tregojmë edhe atë se them aspektin nismëtar si besimtar të devotshëm që t'i kryejmë adhurimet me kohë. Namazi ka kohën kur hyn dhe kohën kur del. Dhe gjatë kësaj kohën është e lejuar si ta falësh namazin. Por për një besimtar të vërtet, të sinqert, fillimi i namazit është koha më e vlefshme. Madje vëlla Bujar, të parët tanë janë përgjigjur namazit para hyrjes së kohës. Pra kanë shkuar në xhami para se të tretëzan, nga se kanë thënë a rob i keq është ai që shkon vetëm kur ta thret zotëria e tij. Pra një besimtar i vërtet, ai që dallohet për adhurimin e madh, nuk e pret që të thirrë zani. Ai shkon para thirrjes së pretezani në xhami. Ai e pretezon nga se për të me ju përgjigj Zotit nuk ka qëllim të madh. Dhe sigurisht ka edhe këshilla tjera, elemente tjera që mund t'i përmendim, mirë po për shkak të kohës Hoxh, në fund çka duhet të mbajmë mend që kur përballemi me momente plagështie ta kemi si ilaç? Konsideroj që ndoshta ajo që mund t'jap efektin më të madh është që të konsiderojmë në zhgënjimin dhe keqardhjen që do ta ndjejmë në momentin kur të kuptojmë se sa kemi humbur që nuk kemi vazhduar me adhurime. Nuk ka keqardhje më të madhe për një njeri se keqardhja që ndjen madje vëlla Bujar në momentet ende pa dalë nga kjo botë. Ka përshkruar Allah te bareke ve teala në Kur'an kur ata që i kanë lënë qëllimshëm, ata që ja kanë kthyer shpinën fesë, ata që kanë refuzuar fen, do të kërkojnë që të kthehen prapë në këtë botë, që të bëjnë ndonjë la'ali amel salihan fima tarak. O Zoti im, unë do doja që të kthehem në këtë botë, ta bëjnë ndonjë vepër të mirë. Ndërsa ne që jemi gjallë tani dhe kemi këtë mundësi, ta kuptojmë se secila frymëmarrje për Zotin është mirësi në vete, është shans në vete. Dhe nëse ne duam që dalim për Allahut të begatuar, na duhet që ta shfrytëzojmë secilin moment. Nuk është vonë që sot fillojmë, tani që jemi në këto ditë të bekuara, edhe nëse nuk kemi qenë në Ramazan, madje fare nuk kemi agjeruar ditët e Ramazanit, nuk është vonë tani që të pendohemi, përderisa ende jemi gjallë. Pendimi është derë hapur, na duhet që të pendohemi, vetëm që të mos i lëmë gjërat më vonë. Pra, ta kuptojmë se vonë, pastaj mund të jetë mundësia për ndryshim zero. Ora. Hoxhi, faleminderit shumë që ishit me ne dhe audiencën. Allah ju rrit ishte kënaqësi.
Dashur miq, kështu arritëm në fund të takimit të sotëm përmes emisionit Këndi i Diskutimit. Faleminderit që na ndoqët, mirëmbëjtje.